shkut ku ka dzu të vërtetën, themi në formën e vetë këllëcisë, se zoti Goshi ta komon që kë njeri nuk e konë të men me dhonë pushtet, me dhonë qëri. Edhe s'ka dhonë. Edhe ke metin nën mujdin pritje si votusi ti, e s'ka dhonë institucionet. Dorim be Ali, e me nën shkut a këmë thonë zoti Goshi. Shka pënzesh. A ka qenë opinion, a ka qenë fakt? Opinion. A u bo fakt? A u qëndrun fakt? Cili fakt? Që nuk boni institucione, zoti Kurti. Po, so fakt jo. Qështë është fakt? As boni, Se kanë boni, lënë me pomëre. Gjendja faktika është që shefi jëtë nuk i ka dhënë vendit institucione. A peshe që so fakt? Pse? Pse blokun? Pse? Kush? Ja sepse. Kush mëre? Shumitën absolute. Dikush ka thonë me papos 48 deputetë dhe qeverinë e Maqedonisë kësha bo, jo të Kosovë. Kush ka thonë? Pej që dy nafterëve. Ata e kishin bo që që ka bo në 12 natës, me pazare, me terminale, me pozicione konsulore. Prandaj dhash, ju të veprimi. Po të vika e alenin. Sinqerisht. Adin, ti pas ke morë dhe fjallore ty në më? Po morë edhe Trotske të komorë, se jo vish Leninit. Sidomos. Edhe Adin, është qëto problemi. Në kësi situate, jo që ka debat, po këtu mo ku të cilëson dikur stalinist, adin veç durimi madhe të nalë. Me konë që ti isha qupë. Jo, së qona une, ki qefti unë të këmë thonë, kur nuk qona une. Ti isha konë me ato të isha qupë i debati. Atër si analist, që shmëritja është një argument me qitë në sofe, halo. Atër si analist, tash si kandidat për deputet, e nesër si deputet. Unë kur, as kam ju tut, as kam unal mu balafaqu me ty, Halil. Pa, okej. Kur, heq. Si pas opinionit tam, qatë gale po ta heki. Si pas opinionit tam, zoti Goshi, e kom një opinion edhe një pyetje. Ti mos u këso shumë. Opinioni jam është që po shkoj parlament, që po shkoj parlament, s'do me thonë që s'ki mu balafaqu. Opinioni jam i mirë, zoti Goshi. Ma i mirë jeti. Kjo përballja fundit. Po ngoja tash opinionin tam, zoti Goshi. Ma i mirë jeti si deputet se ata idiotet e dobishëm, ose analfabetet funksional. Jo, ata s'janë idiotet. Kjo është mbajtësi. Ma i mirë jeti, në opinionin tam, kurse pyetja jame që ku me t'kapu i fjole, a ki me guzu, me dal, me fol, në kuvend, kundër parimeve strikte leniniste vetë vendosit. Cili deputet guzon del kundër partisë të ti në kuvendën e Kosovës? Ska logik jo shka përdo. Ka posë ma thuaj një në akë që ka dalër kundër bindje dhe partisë. Me guzu, Arbena. Ma thuaj një rast. Pse duhet këtë jetë kriteri tash që t'ja kërkom gjithë? Zonja Reshiti. Reshitaj. Po, Albena, po. Ajo ka dalë. Po, zonja Reshitaj të ju tash. Të ju është. Po, pa përshe. Se ka guzu. Po, tash, e përse tash ka guzot? Prandaj zonja Reshita e guzot. Ka guzu. Ka pos që njerë që për kundër bindjeve të partisë kanë bërë kritike, ka pos njerë që kanë ndoheqje për i posteve. E para cilësimi për idiotë do bishëm e për kësi gjona... Që në teori, shko lezohet dhe mon banditet e Hobsbawm edhe i shektu, të ma është gjithë shka është në...